sa do e pamëshirshme t'ju duket, është rrjedhore e faktit që ne vete bëm Shqipërinë një vend ku tani më krahasimet nuk i bën më thuajse askush me dje. Po të gjithë i bëjnë me Europën e zhvilluar. Por ne jo vetëm nuk kemi drejt të ankohemi pse po gjykohemi kështu, po duhet pranojmë dhe atë që dhëmb edhe më shumë. Faktet tona shpesh nuk dëgjohen, edhe sepse përjetohen si arrogancë. Jo se janë të rreme, as vetëm sepse vinë pa dëgjim përpara, pa shpjegim të mjaftueshëm më pas, po sepse dhe kur jepen pa empati. Një e vërtet e thënë me arrogancë, mund të mbas përballë një gënjeshtre të thënë me empati. Dhe që të kuptohemi mirë se për çfarë po flas, dëgjoni një tjetër nga një duzinë historish që unë i kam ndarë veç, i kam shënuar duke parë pasqyrën e bulevardit Flamingove. Për bujqësinë ne kemi bërë sa nuk ishte bërë kurrë. E thonë statistikat e prodhimit, të eksporteve, mbështetjes për fermerët. Po një djalë që akoma sot unë nuk e njoh për fytyrë, po e quaj Arbër, pasi s'kam leje të përdor emrin, nuk e nxori bulevard mos pajtimi me statistikat. As kundërshtia me faktet tona kokëforta në mbështetje të bujqësisë. E nxori përjetimi. Përvoja e mungesës së empatisë në marrëdhënien e tij personale me shtetin. Ai është një fermer nga një fshat i Lushnjës, ka 8 vjet që merret me bujqësi, e nisi me 1 hektar manafera, krijoi një shoqëri bashkëpunimi bujqësor, kaloi te kajsit e një varieteti të patentuar dhe sot ka 12 hektar me kajsi. Ka lidhur marrëveshje me një kompani të madhe italiane dhe ka përgatitur një plan biznesi për 1.5 milion eurosh për të investuar në 80 hektar tokë publike në Vlorë, plan të cilin e ka quar Ministrinë e Bujqësisë. 3 vjet priti përgjigje. 3 vjet. Priti përgjigjen, jo tokën, përgjigjen. As po, as jo. As bëhet, as nuk bëhet. Riprit. Në mesazhin e tij, Arbri shkruajti, citoj, nuk e di nëse jam sorr, flamingo apo korb. Jam një katunar që e dua sadopak këtë vend. Unë fola me të, po në atë pasqyrën e bulevardit Flamingove ishim plot si ai. Ku unë pash se sa e padurueshme është bërë për njerëzit mungesa e empatisë së njerëzve të shtetit. Arroganca e zyrtarëve pa gjak, që u flasin sikur të kenë karrige në vend fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të prapanicës. Dhe këtu s'po flas fare, hiç, për ata që u kërkojnë dhe lek, se pasaj është fjalim vete ky. Dua ta dëgjojnë të gjithë arbrit e atij bulevardi, se nuk janë as sorra, as korb. Ata janë flamingo. Sepse flamingo nuk është kush na jep të drejtë gjithnjë, po kushdo që na kujton të drejtën që ka për të na kërkuar llogari. Flamingot janë revolta e brendshme paqësore e qytetarit, sorrat janë balta e pështirë e sharlatanit. Flamingot janë kërkesa legjitime e llogarisë qytetare, korbat janë jargët e urrejtjes ekstremiste. Flamingot janë njerëzit e krijimtarisë, punës, të djersës, që kërkojnë më shumë nga ky vend dhe më shumë vend në zhvillimin e këtij vendi.
Sorrat dhe korbat janë dështak zemrakët politik dhe mediatik. Kemi njohur nga këta se kemi kontribuar dhe ne pra tuf, njerëz dhe mlefeve dhe të hakmarrjeve, që nuk duan ndërtojnë asgjë, po vetëm që gjithçka të rrëzohet. Flamingot na treguan plagën që ta mbyllim ne. Sorrat dhe korbat e kruajnë plagën që ta mbajnë sa më gjatë hapur. Flamingot kërkojnë provën e empatisë sonë. Korbat kërkojnë gjak nga çdo provë e punës dhe e mundit tonë.